Në Galerinë e Arteve pranë Pallatit të Kulturës në Vlorë u çel ekspozita e veçantë Vlora në Telajo, e cila sjell një bashkëpunim artistik mes dy piktorëve profesionistë me individualitete të spikatura krijuese, Kristaq Pavli dhe Fabian Muhameti. Dy artistë, dy stile të ndryshme dhe dy këndvështrime unike mbi artin pamor bashkohen në një ekspozitë të kuruar me kujdes, ku dialogu mes peizazhit, ngjyrës, lëvizjes dhe emocionit krijon një përvojë të veçantë për publikun. Kjo ngjarje artistike sjell një frymë të re në jetën kulturore të qytetit të Vlorës dhe synon të afrojë ardashësit me krijimtarinë bashkëkohore të dy autorëve. Në mungesë të drejtoreshës së Qendrës së Kulturës, Angela Kaplanaj, ekspozita u çel nga kuratoria e institucionit, e cila vlerësoi rëndësinë e këtij bashkëpunimi artistik dhe kontributin që ai sjell në pasurimin e kalendarit kulturor të qytetit. Ju falenderojmë shumë për pjesëmarrjen tuaj sot në ekspozitën e dy artistëve vlonjat, Fabian Muhameti dhe Kristaq Pavli. Për ne si Galeri e Qytetit është nder dhe kënaqësi që t'i kemi pjesë e ekspozitës. Ju ftojmë të gjithëve për një javë që të vini në oraret paradite dhe pasdite për të ndjekur ekspozitën e tyre. Ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen të gjithëve. Piktorët Fabian Muhameti dhe Kristaq Pavli falenderuan të gjithë të pranishmit për pjesëmarrje në ceremoninë e hapjes, duke theksuar se ekspozita është fryti i pasionit të tyre për artin dhe dashurisë për Vlorën. Falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, jam shumë i njohur për pranimin e tyre. Dhe për ju ftoj të vizitoni, vlerësimet i jepni në fund të ekspozitës. Faleminderit përsëri. Faleminderit të thosha edhe unë. Për ne është një mbështetje, për krahje, njëkohësisht është dhe një dëshirë e madhe për të vazhduar në rrugën që kemi nisur. Ju falenderoj të gjithëve. Ekspozita u vlerësua edhe nga qytetarët dardashësit e pranishëm, të cilët shprehën vlerësime për nivelin artistik të punimeve dhe për iniciativën që sjell në vëmendje krijimtarinë e dy autorëve. Më pëlqen shumë ekspozita, të gjitha pikturat janë të mira. Është për herë të parë që unë shikoj pas 30 viteve në Vlorë dhe më pëlqen të gjitha pikturat janë të shkëlqyeshme. Bilet do vëmë gjishtin, na duhet dhe për familjet tona. Ratë pari faleminderit dhe përshëndetje juaj që në këtë iniciativë. Piktorat e Kristaq Pavlit, apo dhe të Fabianit, i kam ndjekur vazhdimisht. Edhe i uroj gjithmonë sukses, sepse me këto ekspozit, me gjithmonë, na ka bërë dhe njerë, si moshatar që jemi, na ka rejnuar. Ju falenderit dhe juve, që për në brejnë. Kristaqit ju edhe Fabianit, ju uroj urime edhe suksese sa më të mëdha. Ekspozita është shumë e bukur, jam shumë e kënaqur sepse është nipi im, Fabiani, edhe për Kristaqin, edhe suksese edhe urime të mëtejshme. Është kënaqësi të marrësh pjesë në këtë event shumë të bukur, natyrë, peizazh. Kam kënaqësinë. Nipi im është një nga ata, Fabian Muhameti. Faleminderit dhe ju për respektin. Gjithë të mirat, suksese. Më pëlqeu ekspozita e Fabianit, me Fabiani njihem kohë përpara se kemi qenë student bashkë. Ju uroj gjithë më të mirat. Më pëlqejnë pikturat. Nuk më arrin shumë nga piktura, por me sa pash me atë syrin tim më pëlqejnë. Gjithë të mira Fabiani, suksese. Ekspozita Vlora në Telajo do të qëndrojë hapur për publikun deri më 3 korrik. Vizitorët mund ta ndjekin çdo ditë në oraret 8:13 dhe 17:20.